Përshëndetje dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Le të shikojmë çfarë na thon yjet për të 12 qenjat e zodiakut për ditën e martë, 14 korrik 2026. Ju faleminderit. Dashi, këtë të martë, 14 korrik, sjellni ditë plot lëvizje dhe mundësi të reja. Do ta nisni mëngjesin me energji të lartë dhe me dëshirën për të përfunduar çdo detyrë që keni lënë pezull. Në punë, një bisedë me një koleg ose e pror mund të hap një derë të rëndësishme për të ardhmen. Mos keni frikë të shprehni idetë tuaja, sepse sot ato dëgjohen dhe do të vlerësohen. Në aspektin financiar, shmangni shpensimet impulsive, edhe pse mund të tundoheni të blini diçka që ju pëlqen, është më mirë të mendoni për kursimet dhe projektet afatgjata. Një lajm i mirë mund të vijë edhe nga një çështje ekonomike që ju ka shqetësuar kohët e fundit. Në dashuri di ta sjellë emocione të bukura, nëse jeni në një lidhje. Partneri do të kërkojë më shumë kohë dhe vëmendje nga ju. Një dashur romantike ose një bisedë e sinqertë mund ta forcojë marrëdhënien. Nëse jeni beqar, dikush që e njihni prej kohës mund të fillojë të shohë me sy tjetër. Mos e injoroni një buzëqeshje apo një mesazh të papritur. Shëndeti i mirë, por lodhja mendore mund të ndihet në mbrëmje. Gjeni pak kohë për pushim dhe largohuni nga stresi. Këshilla e ditës, të besoni më shumë tek vetja. Ju keni aftësinë të arrini më shumë se sa mendoni. Demi, të dashur Dem, kjo e marrë të këton të esi me qetësi dhe të mos nxitoni në vendime. Durimi juaj do të shpërblet, sidomos në fushën profesionale. Mund të merrni një lajm pozitiv ose të përfundoni me sukses një projekt që ju ka kërkuar shumë për kushtim. Një person në përvojë mund t'ju jap një këshillë të vlefshme, ndaj dëgjojeni me kujdes. Financat parakiten të qëndrueshme, por është ide ideale për të bërë plane afatgjata. Nëse keni menduar të investoni ose të kurseni për një qëllim të rëndësishëm, tani është momenti të organizoheni më mirë. Në dashuri atmosfera është e ngrohtë dhe plot mirëkuptim. Ata që janë vërtet në një lidhje do të ndihen më afër me partnerin dhe do të kenë mundësinë të zgjidhin një keq kuptim. Beqarët mund të njohin një person interesant përmes miqve ose një aktiviteti shoqëror. Mos u mbyllni në vetvete, sepse fati favorizon ata që dalin nga rutina. Nga ana e shëndetit, të piquni mos e teproni me punën. Trupi juaj ka nevojë edhe për pushim. Një shëtitje në natyrë ose pak aktivitet fizik do të ndihmojë të riktheni energjinë. Në fund të ditës do të ndiheni më të qetë dhe më optimist për të nesërmen. Binjakët, të dashur binjak, 14 korriku është një ditë dinamike që ju vendos në qendër të vëmendjes. Komunikimi është pika juaj më e fortë dhe do të arrini të bini të tjerët me lehtësi. Në punë mund të merrni një ofertë, një bashkëpunim i ri ose një mundësi që nuk duhet ta lini të kalojë. Besoni tek intuita juaj, sepse ajo do t'ju udhëheqë në drejtimin e duhur. Në aspektin ekonomik, tregoni të kujdesshëm me dokumentat dhe kontratat ose pagesat. Një kontroll i vogël sot mund të kursejë probleme nesër. Megjithatë, nuk parashikohen vështirësi të mëdha financiare. Në dashuri, emocionet do të jenë të forta. Nëse jeni në një lidhje, është koha të flisni hapur për planet e së ardhmes. Partneri ose partnerja do ta vlerësojë sinqeritetin tuaj. Nëse jeni beqar, një njohje e re mund të lindë në mënyrë krejt spontane. Ndoshta gjatë një udhëtimi të shkurtër ose rrjetet sociale. Mos keni frikë të bëni hapin e parë. Shëndeti është përgjithsisht i mirë, por shmangni nga ngarkesën mendore. Merrni disa minuta për veten dhe largohuni nga telefoni ose rrjetet sociale. Kjo do të ndihmojë të rifitoni qetësinë. Këshilla e ditës është të mos dyshoni në aftësitë tuaja. Sot mund të hapni një kapitull të ri që do t'ju sjellë sukses ditët në vijim. Gaforia, të dashur gafore, kjo e marrë t'ju fton të dëgjoni zërin e zemrës dhe intuitën tuaj. Më 14 korrik do ta kuptoni se jo çdo betejë ia vlen të luftohet dhe se ndonjëherë qetësia është fitoria më e madhe. Në orën e para të mëngjesit mund të merrni një lajm ose një telefonat që do t'ju bëjë të reflektoni mbi një vendim të rëndësishëm. Mos nxitoni të përgjigjeni menjëherë. Merrni kohën e nevojshme për të analizuar çdo detaj. Në punë do të ndiheni më të motivuar se ditët e fundit. Një projekt që duke i vështirë do të fillojë të marrë drejtimin e dur dhe do të kuptoni se përkushtimi juaj nuk ka kaluar pa u vënë re. Një koleg ose e pror mund t'ju besojë një përgjegjësi të re, e cila në fillim do t'ju duket sfiduese, por do të rezultojë një mundësi e shkëlqyer për të treguar aftësitë e tua. Mos ki frikë të marrësh iniciativa. Në aspektin financiar, dita kërkon maturi. Mund të shfaqen disa shpenzime të papritura që lidhen me familjen ose shtëpinë, por me organizimin e dur do t'i përballoni pa vështirësi. Mos merrni vendime të nxituara për investime ose hua.
Në dashuri, emocionet do të jenë të forta. Nëse jeni një lidhje, partneri do të ketë nevojë për mbështetjen dhe mirëkuptimin tuaj. Një bisedë e sinqertë mund të zgjidhë një keqkuptim që ka krijuar distancë kohët e fundit. Nëse jeni beqar, universi mund të sjellë një njohje interesante përmes një miku ose në një ambient ku nuk e prisnit. Mos u mbyllni në vetvete sepse dikush po përpiqet t'ju afrohet. Shëndeti paraqitet i mirë, por kujdesim për lodhjen emocionale. Një shëtitje pranë natyrës, muzika ose disa momente qetësie do t'ju ndihmojnë të riktheni ekuilibrin. Këshilla e ditës të mos lini frikën t'ju pengojë tesin përpara. Intuita juaj sot është udhërrëfyesi më i mirë. Luani. Luan. Kjo e martë është një ditë ku do të ndjeni në qendër të vëmendjes. Energjia juaj pozitive dhe karizma do të tërheqin njerëz rreth, ndaj mos u habisni nëse shumë sy do të jenë drejt jush. Është një ditë ideale për të marrë iniciativa, për të nisur projekte të reja ose për të bërë një hap të rëndësishëm në karrierë. Në punë mund të merrni një kompliment, një vlerësim ose edhe një propozim që mund të ndikojë pozitivisht në të ardhmen tuaj profesionale. Mos keni frikë të tregoni aftësitë tuaja. Kjo e martë është dita kur mund të fitoni besimin e njerëzve që kanë ndikim. Nëse jeni duke kërkuar punë, një mundësi e mirë mund të shfaqet papritur. Financat janë në përmirësim, por kjo nuk do të thotë se duhet të shpenzoni pa menduar. Mund të tundoheni të bëni diçka luksoze, por është më mirë të vendosni prioritete. Një plan i mirë financiar do t'ju jap siguri në javët që vijnë. Në dashuri, dita premton pasion dhe emocione. Nëse jeni në një lidhje, partneri do të vlerësojë ngrohtësinë dhe përkushtimin tuaj. Organizoni një surprizë të vogël ose kaloni më shumë kohë së bashku. Nëse jeni beqar, shanset për një njohje të re janë shumë të mëdha. Dikush mund të magjepset nga vetbesimi dhe buzëqeshja juaj. Mos keni frikë të bëni hapin e parë. Nga ana e shëndetit, energjia është e mirë, por përpiquni të mos e tepëroni me ritmin e ditës. Lini pak kohë edhe për relaks. Mbrëmja është ideale për të festuar një arritje ose për të kaluar momente të bukura me familjen dhe miqt. Këshilla e ditës është të shkëlqeni pa haruar të dëgjoni zërin e zemrës dhe të atyre që ju rrethojnë. Vigjiresha. Kjo e martë vigjiresh, ju sjell mundësinë për të vendosur rregull aty ku ka mbretëruar rrëmuja. Do të ndjeni më të organizuar dhe më të vendosur për të përfunduar çdo detyrë që keni lënë pezu. Aftësia juaj për të analizuar situatat do t'ju ndihmojë të gjeni zgjidhje aty ku të tjerët shohin vetëm probleme. Në punë, një koleg ose bashkëpunëtor mund t'ju kërkojë ndihmë. Mos hezitoni ta ofroni, sepse kjo do të forcojë marrëdhëniet profesionale dhe mund t'ju sjellë përfitime edhe në të ardhmen. Nëse jeni duke pritur një përgjigje për një aplikim ose projekt, ka shumë mundësi të merrni lajme pozitive gjatë ditës. Financat janë të qëndrueshme, por sot është dita e dur për të bërë një plan kursimi ose për të përshikuar shpenzimet. Edhe një ndryshim i vogël në mënyrën se si menaxhoni parat mund të japë rezultate të mira në muajt e ardhshëm. Në dashuri mos përpiqeni të kontrolloni çdo detaj. Partneri ka nevojë të ndihet i lirë për të shprehur mendimet dhe emocionet e tij. Një bisedë e qetë dhe e sinqertë do të kalojë çdo keqkuptim. Nëse jeni beqar, një person që e keni takuar rastësisht mund të zgjojë interesin tuaj. Mos e gjykoni menjëherë, jepini kohë njohjes. Shëndeti i mirë, por stresi mund të të ndikojë në cilësinë e gjumit. Mundohuni të shkëputeni nga puna në mbrëmje dhe të kushtoni kohë vetes. Një libër, një shëtitje ose pak qetësi do t'ju ndihmojë të rifitoni energjinë. Këshilla e ditës është të besoni më shumë rrjedhën e ngjarjeve. Jo gjithçka ka nevojë të jetë perfekte për që të përfundojë me sukses.